Një ngjarje e rëndë tronditi mbrëmjen e djeshme qytetin e Durrësit, ku 51 vjeçari Valbon Beqiraj u gjeti pa jetë në banesën e tij në lagjen numër 12 me plagë të shumta nga thika. Policia ka arrestuar Taylor Tivarin, 28 vjeç, i cili rezulton të jetë autori dyshuar i krimit dhe ka pranuar përgjegjësi në dëshminë e tij para hetuesve. Sipas të dhënave paraprake, ngjarja ndodhi gjatë një feste të organizuar në banesën e një të afërmeje të viktimës, e cila jetonte jashtë Shqipërisë. Tivari, kamarier në një hotel lokal dhe shok i viktimës, kishte shkuar në banesë për të marrë lëndë narkotike kokainë, të cilën sipas hetimeve e merrte her pas here falas nga Beqiraj. Një konflikt me origjinë sentimentale mes tyre përshkallëzoi në përplasje fizike që përfundoi tragjikisht. Me 51 vjeçarin njiheshim, ishim miq. Më thiri në banesën e tij dhe shkova për të pirë një gotë birë. Pas bisedës, 51 vjeçari tentoi të më përdhunonte. Tentova të mbrohesha, ai ishte më i fuqishëm se unë. I shpëtova, mora thikën e bukës dhe i shëllova. U përleshëm me njëri tjetrin sepse nuk më lejonte të largohesha. Jam larguar i tronditur nga vendi ngjarjes, nuk e mendoja se ai do të vdiste, dëshmoi Tivari.